Mirë mbroma, shikus të nderuar. Që kushamar, as lojnë me thonë mirë mbroma, as kur gjonë. Alo? Kushan këtë orë dëvonë atë natës? Kush? Deputeti? Qysh? Aja keni e në zgjedhja, po? Po, Pse nuk më thërshë para Bajramit, për shembull? Pse për vitri ku të qësha mesazh nuk ma kthejshë për me më thonë mirë jam shdosh, tash jak një njëre zgjedhja, hajt ta marr plokin me të mirë, nashta edhe i herë votën për mu. Pasha emnin e Zotit, nga shka për thamë, na keni lull, zgjedhje, debate, politik, anej, knej, edhe pët plus, qoni mu ali votën, ka. Pasha Zotën, qare s'kam, pa gjithë një psikolog, më konsultu me ta, me di qa me bo, qa me vepru se ljohë ma shpirtin ma këri. Po, hajt, të nga gjojna e tjetër, hajt. Aza ma kesh ljohë shpirtin, ma kanë, ja kështu, ja zgjedhje, ja votëm, ja pësës për votëm. Fëll për psikologin sofer. Ilerë, që shje? A mundole, ma paske një bisedën krejt? Krejt, Allah. Son të sofrën e salijë do të shëndrojmë në soforologi me psikologji. Qëshje i lirë? Mirë, fëndër. Besej se njeni tonë i lirin. Psikolog, hipoterapeist, bioterapeist, iluzionist, tanat i kishe. Një përkullit stitoj, qëshje i lirë? Mirë, fëndër. A je lodhë? Mirë, pak. Qëshke kalu? Mirë, rruga pak e ngarku me si në Kosovë këtu, po mirë. Si në Kosovë, na do të mu pajto moralitetin. Një o mirë rish lirë si me konë në ordinancë tonë. Faleminderes, që ashtu po njënë. Qështë po një është pak një ambient, pak ma në yshë e lirë? Ma në ryshe, ma mirë po më përqenë si ambiente tradicionale, na që mi rritë në si A e do këtë farë ambiente tradite? Po për para umë lëdhë shimë, bajagi u bëjke dhe, sofra mu dhe. Skoma. E hajshim një pjatë gjithë. I cakroj shumë lukë, cak. Ta shka në ryshu. Ilir, po nishna pak për fillimet tuja të para. Atë kujtuat kur ja ke nisë më morë, qysh ja ke nisë më morë, a ka rrugë e vështirë për marë drejt e këj profesion që ti e ushtran. Ko gjasht i fillë që këj zanon se ki ti? Përbes është i fillë edhe ka sakrificë madhe kemi pas gjatë të rutinit, se si fmi, gjithë mund ka pëlqy qudirat edhe psikologjia. Shtu që e marë si fmi, këmë fillu me studiu, me hullumtu raset ndryshme, mandej studioha në psikologji, ku dhe jam edhe psikolog. Mirë, po krasë psikologjisë, e kam studiuar edhe hipnoterapinë. Hipnoterapia? Po, hipnoterapia tek ne është e njoftur pak e heqë. Mandej është bioterapia, ose body energy therapy quhet. Edhe janë disa fusha tjera që nuk shpjegohen me fjalë, cilat kombinohen gjitha këto trijat në seanca, edhe efekti është shumë pozitiv. Mirë, cilat metoda i përdorni të klient? Zakonisht e klient... është dhuntik, jo? A mësohen gradualisht të trajtimit i pani? Po, psikologjia nuk ka dhunti, psikologjia mësohet. Në thonë studime, shkenca psikologjisë. Mirë, po disa metoda tjera janë dhunti. Unë e kom trashëguar edhe nga babaj, i cili ka qenë po ashtu hipnoterapist dhe ka qenë pedagog, akademik. Kështu që si fëmi, gjithmonë më ka pëlqy si mundet me arrit disa gjëra që në shkencë nuk janë të njohtura. Për shembull në hipnoza, po hipnoterapi, nëse i thush klientit, i thush është 2 euro e kuqe, është e nxehtë, edhe shaj po ashtu 2 euro të kuqe, nxehtë, dhe më thonë si kurse goca, i thush. Nëse ja qëtë ndorë, mirë po aja në vërtet nuk është e nxehtë. Nëse ja qëtë ndorë, aja mban dorën kësi soj. Tu dridh. Kur e hek, i digje dora. Kjo është e vërtet. E vërtet? Po, dhe më thonë, kjo pjesë më ka fut me studiu shumë ma shumë psikologjinë, mirë po edhe hipnoterapin edhe fusha tjera të trurit, të cilat të këne janë endet pas zbuluara. Cilat që regullime i përdorni, i mësani të njerëzit, të klientat e juj? Në zakonisht ne kemë që regullimet ndryshme. Tu nisë nga depresioni, mendime suicidjali, apo vetë vrasëse, dhe më thonë tentim i bo vetës keq. Po, që shpëndodhen të na kohëve të fundit? Kohëve të fundit. U shpeshto shumë? Shumë. Dhe më thonë shëndeti mendor të këne ka rritet me një shpejtësi shumë të madhe. Dhe nuk po trajtojt ashtu si që duhet. Kështu që ne zakonisht me klient merremi me ankse, depresion, panik atak, fobia, stres, sepse jeta sot është ma ndryshe, kemi shumë probleme, sidomos financiare, dhe këtu fillon
fillojnë problemet. Mirë po ka dikush që i ka në të kaluarën i ka pas probleme në fëmini dhe tash i shfaqen. Tash i shfaqen? Po, do me thonë mbas 30 viteve, mbas 20 viteve, mbas 50 viteve. Mandej janë traumat e luftës, ku kemi pas për shembull edhe të gratë të dhunuara nga serbët, cilat i kanë pas mendimet për me bo vetës keq, dhe nuk ka mujt mi hek ato mendime, ato sqena cilat i ka përjetu, kanë ardhur te une dhe me hipnoterapi ja kemi largu ato mendime negative. Sot e jetojnë jetën lirë dhe pa mendime, do me thonë harron ato të kaluar. Kjo është bukuria kësaj dhe fuqia e hipnoterapisë. Dikon direkt në tru. A ki në i rast specifik që edhe ti e befasu me atë person? Po, kemi raste për shembull, shumë kemi raste, për shembull, nuk ka fol 20-30 vite. Nuk ka fol. Nga një traum, nga një kërësim e madhe, i ka hup të folurin. Mandej lagja në shtrat. Sot për shembull i ka 50 vite, apo urinimi në shtrat. Edhe shumë gjana tjera. Kështu që jemi befasu në shumë klientë dhe disa gjëra që unë vetë nuk kom besu që arri atë sukses. Për shembull, ai që s'ka fol 30 vite ka qenë për çdo spital të Evropës. S'ka gjetë. Nuk ka gjetë shërim. Mirë po që fol Zotit, mendimin e Zotit edhe disa metodave që ne i përdorim, e kemi largu dhe ka fillu me fol. Domethënë i ka hup telat e zërit. Mandej lagurit në shtrat, mandej kemi të bëjmë me fëmijët për shembull frigohen nga shumë, po, kanë pa për shembull ndonjë qenë gjatë fëminisë dhe sot nuk munden me fol sepse belbzojnë, ka marrë frikë, angst. Edhe sot i ka 40 vjet, 50 vite, mirë po belbzimi shërohet. Shërohet. Me metoda, domethënë me trajtime. Edhe unë për shembull ku mor trauma prej politikanëve, a mundesh më ma hek që ato mos mi po me sy. Ajo është më e lehta. Ajo është më e lehta. E cila është më forta? Psikologjia që ta shqyrton problemin apo parapsikologjia? Shka kja parapsikologjia? Këto Adem Kolgjeci. Pika shkurta. Po, zotri Adem Kolgjeci. Po, ai merret me parapsikologji që 40 vite. Njëkohësisht edhe unë. Psikologjia studion domethënë traumat, kaluarën, depresionin, të aktet e tjerë. Kurse parapsikologjia i studion disa gjëra të cilat me shkencë nuk janë të vërteta, sipas shkencës. Mirë po, kryesisht realisht janë të vërteta që ndodhin shumë njerëzve, klientëve, të cilët vinë për shembull, kallën shtëpiat vetveteu. Mandej prehen teshat. Kjo është po se ku i kanë gjetë do teshat prehme normal. Ashtu është. E shka që kjo? Kjo është quhet energji negative. A ekziston? Energjia negative ekziston. Ekziston? Po, ekziston. Shumë raste, kom thonë, kom nise ka to teshat prejene, ja ka po do gjak që atu, ja do pen lat pula. Ajo është quhet, po, ajo është quhet, popull quhet sehire, magji. Po sehire, magji. Unë për vetin, këto gjëra i trajtojnë, i shqyrtojnë mirë, po ata që besojnë, do me thonë, ata që janë të ndjeshëm, që i shojnë ato pendja, apo gjakna. Ata besojnë dhe në momentin që besojnë në sehire, automatikisht ndikohen edhe preken nga ato. Edhe ndin veten keq, ndin veten të plagsht, ndin veten, ndin veten jo të sigurt, gjumi nuk e bojnë mirë, mandej kërkojnë trajtime të ndryshme. Kështu që këtë varet prej karakterit të njeriut. Gjithçka paska. A mund është dishka më na demonstru të onë nësove? Kjo është një pjesë tjetër që quhet iluzionizëm. Iluzionizëm, po. E shka iluzionizmi? Hajden pika. Iluzion quhet diçka që duket reale, mi për faktikisht nuk është reale. Nuk është e vërtet. Duket reale, po nuk është e vërtet. Po. Janë për shembull disa truqe. Ne kemi hapur edhe shoqatën me zotrin Adem Kolgjecin, quhet Illusion Art Kosova, ku krahas kësaj shoqate trajtojmë përveç çrregullimeve mendore, domethënë, trajtojmë edhe njerëz apo klientë që kanë mungesë sociale, domethënë nuk ndihmë sociale, që shkojmë në shtëpia, i trajtojmë në mënyra të ndryshme. Kështu që kemi vendosur tash marrë me domethënë në gjithë tërsinë e Kosovës me këtë shoqat, sepse po kemi shumë raste të cilat na thirrën urgjent, që raste urgjencë që nuk dëshirojnë mu shëru të psikologët, apo të mjekët, apo të psikiatrat, dhe na ju dalin ndihmë. E kjo pjesë që e bëj unë quhet iluzion, apo truqe, po. Arti magjistarisë. Kjo këtë pjesë si fëmijë e kom dashur.
edhe kom fillu të merrna edhe me këtë profesion, ku sot jam profesionalist në këtë fushë. Jam shoqatën e artistave të këtij artit, të magjistarëve, magjistarës quhet, se të ne magjistarët e marrim me një mendim tjetër. Dhe jam marr pjesë nëpër Italinë, për shumë vende, edhe në televizione këtu edhe jashtë Kosovës, kështu që më pëlqen. Sonte do të demonstroj diçka me ty. Sonte do të tregoj një pikë me letra, e cila është e thjeshtë, po, nuk është... Ka me të mund, ka me të hakatu dhejtë saba. Okej. Ne, jam pensioner. Në rregull. Unë do të tregoj këtë pikë, dhe më thonë këtë numër me letra, këtu s'ka gjë. Gjitha letrat janë normale. Dhe më thonë, lloj, gjitha letrat, po, qysh lujnë. S'deja po shihet në kamerë. Po, marrë qysh ja? Okej. Qa me bota shëne? Tash ti e merr një letër ku të ki qefti. Ku të kam qefën, e? Po. Po. Përshë. Ku dush? Që për shemëll, po. Edhe tregoja kamerës. Kamerës? Kamerë. Veqon e ti. Po. Fut atë letër, qashtu. Ku? Ape që Ku t'ja? dush? Ku dush? Do më thonë letën e qitë diku ti Po. që kërkush në këtë. Tash unë do i përzi këto. Po. Kësi forme, që na edhe në kësi forme për mu me qenë ma të sigur. Ja, nuk ka, dhe më thonë, nuk dëna ashtu shka ki i disa gjera se thirët një përzirje e rajshme. Po, mirë po kjo është e vërtet. Tash, une Po. du milion këto letra këto. Po. Këtu me veti e kam transparente, nuk dhja po shijet. Po, transparent. Po. Edhe do e lo këtu. Po. Unë do mundona letrën tonde me një prekje me gjetë. Edhe do është që kjo me qenë. Po. E qa me bu? Tash të regoj. Okej. Unë do e fus letrën këtu. Qa do me fut? Po. Po, do e fus letrën këtu, nuk dhja po shijet. Do e fus letrën këtu. Edhe letra jote duhet me qenë kjo. Ashtë? Jo. Kamera. Ashtë? Falja po shijet? Nuk ashtë? Nuk ashtë. Sigurt? Sigurt. Atër shiqojmë. Kape një qitë pjesë kamerë. Afroni edhe ma shumë mundësisht. Afroni edhe mundësisht. Qashtë. Shiqojmë. Sashtë. Sashtë. Dul vallahi, po që kja është. Edhe këto të tregoj, këtu s'ka gjë. Letra jote është kjo. Qa po të dhe ju mërë shaboni? Kësaj, këto që unë iluzione. Iluzione. Po. Pasha zoten. Ku, ma gjeti letën, a pove? Këto janë disa pika të cilat i përformojmë gjatë takime me shoqëri, e tjere. Këto zakonisht përdorën edhe në emisione si America Got Talent, Britannia's Got Talent, dhe me thonë janë profesionale. Ju kum po edhe në rrjetet sociale. Po. Keni bo shumë viral edhe me këto iluzionet e Po. juja, cilat vjen ma shtirë, atë ka ndonë e ma askalzohen. Ka shumë të shtira, dhe me thonë janë shumë pika të shtira, mirë po unë zakonisht që i përformaj është pika me shpata, gëlltitja e shpatave, cilat janë reale, bon. Edhe ato... Shpat? Shpat, po, shpat. Unë sonte do të demonstroj të te. Shpatin, Basa sali, po. Edhe... E me bovaki mu tutun e me ik? Ja, tash, ti i fort. I e borë, të i të me qinëru. Po, dush me qinëru. Kështu që ajo është pika në tërmat fështirat, ecja në gjama zbasur, dhe shtrirë janë gjama, mande ecja në prush zbasur. Prush? Prush, po, 1100 gradë, 900, 1000 varsisht. Prush zbasur, edhe disa tjera. Mirë, po këto me shpata dhe me gjama janë pak në botë, dhe më thonë 2-3 vetë, maksimalisht, maksimum 4, cilët e përformojnë sepse janë shumë, shumë të rrezikshme. A një adon më na bo qëto me shpat, më na demonstru? Po, pa tjetër. Që, unë këtu me vete e kom shpatin. Qysht për shtatet, a që a do mu qunë kom, a ullë, ti e din? Këto duhet ullën. Qëto ullë? Po. Edhe mere kontrollo. Shpatet
do njerit, ta, shpatën do njerit. Po, që tonë qështu? Po. Këtu me veti, shi që mos po futet brenda, apo diçka tregoj publikit, shi që mos ka farë ndo një pullët se diçka, rrujë se po presh. Që kamera, që fokusohe, që kur gjosh, që dorza këtu, shpata këtu, që kur gjosh ko, alo që të? Qa të le? Se thujnë e mush dreqi. Mush bashkë, valla, kjo qasi. Qa kime bota? Unë e dezinfektaj, do me thonë me alkohol, shkaku që unë gjatë rrugës... Do të ko e pastër, kja. Me qenë e pastër, sepse është shumë e ndishëm këtë futet branda. Edhe unë do më mdu me fut branda. Mirë po... Kënë mëre? Branda ngojë, këtë shpatë. Qëto? Po. Mirë po, do e të rëgoj edhe kamerave, mirë po, në momentin që e fuzë branda. Po? Dhe të epë sinjolin me tërhek, me gisht, ti mundësisht qau edhe tërhek nga gradualisht. A kam trupshe? Ta është të edhin aty, po besoj që po. Qusha do të ka dal? Qysh dushti? Hajde. Okej, vetëm mi koncentrem duhet. Kuku të ri. Qito këtoa, unë në shokë s'muj me shti këto, e ti të poshtë krrrr. Që shi e bre? Mirë, Vandert, mirë. Ua, peshe, që? Këqër shaka shti, që? Këqër në qito. Tani për thënë, ja, që? Unë në nëzura, tap. Ha? Kjo është ndër pikat më të vështira. Ma qëtira. Po, sepse direkt është që futet me... A të hos në vështërsi kështu? Po, në dy vështërsi më hos. Edhe zakonisht për e tërheqin, gjatë tërheqës, shkaktojnë edhe lëndime. Mos ku mujt me të lëndu, për shemë lone se unë e zdi. Pak, po. Unë jo mësu kjerët me akqyr ullin ako, dhe ma të shymë, kënë e ndësha këtu për tjenë, stikësha. Njejtu kjo. Mos të kom lëndu. Pak, s'ka lidhje, nuk ka lidhje, mirë po, kryesisht është kaluse, është diçka që nuk është hera parë, po me mi herë kom përdorë edhe këto lëndime jonë të i kaluse, nuk jo diçka rëzeka për momentin, ti që më ki lëndu. Thejmë ja pet, po, dheshta me dvetë kështu të hipnoza me meta pak. Qka është ta man hipnoza kështu? Ja është jelu për shamull plakit në shpetje. Si mu? Hipnoza është si kurse gjendja e gjumit, të letë. Po si, kom një shumë njerëzit të më thonë, im ka hipnotizu qaj. Po. Këtu në Kosovë të regova që hipnotizus apo hipnoterapista nuk ka, edhe unë për shamull e përdori që nga mosha, ta thënë 7 vjeqarë, 8 vjeqarë kam pas një uri. Kjo përdorët edhe në kafsh, edhe në shpez, si hipnoza. Mirë po hipnoza është si kurse një loj gjumi i letë, apo që e qymë në popull kotje, u kota pak. U kota 5 minuta. Ose neve kemi hasë gjatë për shemull, gjatë rrugës, kër jemi shku me kerë, diku me makinë, ne jemi të koncentrum deri të vendin gjarjes. Pe rrugës për shemull, që ku marë pe pestit, unë kom qeni koncentrum vetëm të ti marë. Kjerët gjitha vetura që kanë kalu, S'u ka interesu. Kjo është pjesë. Te caki këm pas. Njajtë është si kurse edhe kur të shqyqen do një film, kur koncentrosh film. Edhe koncentrosh film, edhe thirë ty, dikush baca salit, nuk këthesh. O, baca salit. Hiq. Nuk këthesh. A pava ki vjen hojni mërën, ti vjell, këtë senë ti jetë drejt televizar të këshurë. Drejt. Qaja është, ha? Kjo është loj hipnozës. Na zakonisht jemi të hipnotizuar gjatë ditës shumë herë. Mirë po hipnoza me thjeshtësu, është si kurse ndjenjë e letë e gjumit. Mes gjumit edhe zgjuarësisë. Asha nej një nërmjecme. është shumë efikase edhe shumë është që sot edhe tash në bas tu që quhet medicina shekullit. Sepse... Medicina shekullit. Në më dhonë është futesh një gjendje të relaksimit. Shamë Mike Tysoni, për me qenë Mike Tyson me mbri aty ka mbri, ai ka qenë hipnotizuar. Edhe është dokumentar ku vetë thot, ai në moshën 14 vjeqare. Edhe ka mri forcën që se ka pas askush. Në më thonë, shumë sportista kanë shku të hipnotizert, të ndryshëm, për me mbri qëllimet. Kjo është për shembull për me mbri shpejtësinë. Për shembull me Gregori, po ashtu ka qenë të hipnoterapistat. E shumë sportista tjera. Mirë po kjo përdoret edhe për sukses në jetë, për mësime, ndo një provim, për shembull dikush që nuk mundet me dhonë provimin,
Dhe harron, mëson, mirë po harron, e harron, dhe më thonë. E harën po. Dhe kur del para profesorit, nuk i bjen mend. Hipnoza, hipnoterapia, ja kthjellon trurin, ja largon disa mendime. Mandej largon edhe frikrat, fobit, agorafobia për shembull, në turma. Shumë klient që nuk i kanë dëshirë edhe turmat. Shembull, me hy diku do një lokal ku ka shumë njerëz, e kanë fobi. Po, në aeroplan do, a ke Në aeroplan, Nuk i kanë fobi. Nuk i kanë fobi në tunele, klaustrofobi, në lifta. Po. Shembull, kemi raste kur thot komunistu spaki një javë, 2 herë një javë, Kosovë, Belgjik, me aeroplan, ju më kthy, mirë po tash nuk guxoj me vite, tash nuk guxoj as me hyp, as kam frikë. Kemi edhe si raste. Kjo nuk largohet me terapi, me medikamente. Sepse problemi është vetëm me kokën klientit. E shumë fobi tjera. E te grota kim, sa atu 365 dit na hipnotizojnë neve, a mujmë na mja u këthy tash? Na mujmë mja u këthy, por nëse vish ta mësoj profesionin tim, bosh hipnotizer. A shkojmë pak me marketing e pas marketingut këthejmë në emision. Shkojmë me marketing. Sofra Salihut është veç bereqet. Sofra si ka orë një përkroje, një mbështetje nga Gjermania, nga një firmë e madhe, nga një firmë seriose, mbi gjitha nga një firmë shqiptare, nga firma LNG Gacaferi GmbH, e cila merret me gjitha renovimet e brendshme. Bili mu më thanë, Agja Salih, edhe ty kemë të renovu. Thash, ani bre batë se ja u besoj juve renovimin. Falënderoj shumë Lani Gacaferi, LNG Gacaferi GmbH. Arjani Kompani, lider në vend, lider për projektim, prodhim dhe ndërtim. Baba më thejke, biro, ka që shkësh, bane bre ka i shpi. A që Arjani Kompani, ka po shkojke, po marojke banesa. Banesa në Vushtre, banesa në Mitrovic, banesa në Prishtin, e tash edhe banesa në zemër të Obiliqit, Arjani Kompani. Mishtore Gjoshkon nuk ta le sofrën thot. Të mishtore Gjoshkon i gjeni gjitha produktet e mishit. A që ju, që nuk muni, edhe nuk keni ko me pregadit, të mishtore Gjoshkon të gjitha produktet i gjonit gashpe. Nuk keni nevoj më lodh heq për 5 minuta pregaditet. Që? Pasol Gjoshkon për 5 minuta. Me të knaq. Gulash Gjoshkon për 5 minuta. Hazer. Qofte Gjoshkon për 5 minuta ki hazer. Edhe patate Gjoshkon për 5 minuta këtë i keni të gachum. Të mishtore Gjoshkon i gjoni gjitha produktet. I gjoni në Prizren, si dhe në Prishtin, në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon, kur nuk ta len sofrën thot. Gjithmonë kom pas shef në kjerët mira, kjerët rahatshme, kjerët aman për plesh komode, që edhe ku ti grash, as kafen më ta delë. Kej këto kjerët mira i gjoni ku tjetër, në Zvicër, të baba i kjerët të muj autocenter. Të muj autocenter, shko një kom, e këtheni me kërë. Muj autocenter. Metalbau, nish jash për prodhimin e gjitha produkte metalike. Shkata shesyni, për ta marojke Metalbau. Dyrë tekrit mira, metalike. Gilindera për Balkan, shumë të mira. Rrethoja për obër. Konstruksione metalike, të gjitha i gjonit të Metalbau. Metalbau jo se punën, e vepron, e monton në këtë Kosovën, por në këtë diasporën, shumë shpejt edhe në Amerikë. Metalbau i cili gjindet në Bernic, në rrugën Vjosa, Metalbau. E tash po shkoj pak në Hanover, Gjermanis, kush do një marrë me mu, hajde po shkojmë. Po shkojmë të një firmë shqiptare, të një firmë shumë seriose. Po shkojmë dhe Zmojlaj. Zmojlaj Bau, e cila merret me të gjitha llojet të ndërtime. Po marojke prijos dhe në zhe. Anje ka dhe Zmojlaj Haos Teknik, e cila merret me instalimin e rrymes, ujit dhe nxemjes.
A për nëzejme këta ishin kapake. Këta po të nëzeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Zmojlaj. E tash po nalëm pak në klinë. Shkat ju duhet prej elektronikës, krejti gjoni të Bujar Electronics. Të Bujar Electronics i gjoni edhe gjitha llojet e klimave. Që shumë thëjnë fëmija jam ti e baba, edhe Bujar Electronics për klima është baba. Bujar Electronics për zgjerohet dita ditës. Tash me pika të reja në Pej edhe në Prizren, mos harrojmë. Bujar Electronics në Klin e ka edhe restoranin e vetë. Restorant i mirë, restorant familjar, me shërbim të mirë, shërbim cilësor. Lord Be Grill, e cila gjendet në Klin në rrugën Abedin Regja. Francezët halo menojnë edhe thojnë se baba i kere franceze është francezi. Gabim e kanë. Baba i kere franceze është auto-eni. Servis i specializuar për kere franceze. Për Peugeot edhe për Citroena. Lese e banë servisin e krejt këty në kerëm, po edhe shet kere të mira. Auto-eni i cili gjindet magistralen Prishtin-Mitrovic në kilometrin e 5 në Mazgit. Auto-eni. E pas marketingut këthejmi në sofer. Ilir, kohës fundit po ndodhin shumë vrasje. Vllau e vret vlaun. Shoku e vret shokun. E dashura e vret dashurin. Qytetari e plagus policin. Pse shka pishtyn për marrë dhejt e kjo vrasje? Pyetje me vend. Shumë me vend, sidomos në kohën e fundit që ka po ndodhin në Kosovë, është pyetje me vend që tregon që të ne shëndeti mendor nuk i jepet rëndësi. Kryesisht to janë çrregullime të mëhershme. Mundet me qenë të fëminore, mundet me qenë të ndryshme. Mandej papunësia, kriza ekonomike. Gjitha këto e krijojnë një farë çrregullimi mendor, të cilat tek klient mbushet dhe dikur shpërthen, eksplodon kësi forme. Domethënë nuk ka mo durim, durimi është humb. Dhe këto probleme i takojnë edhe të kaluarës. Domethënë varësisht si i kemi pas kushtet familjare apo në cilën frymë jemi rritë në familje. Këto shkojnë gradualisht. Problemet, zakonisht problemet dallojnë prej individit apo prej klientit të klienti. Dikush ka ndarje prej grus ose prej fëmijëve, nuk mundet me pranu ndarjen. Me përballu, me pranu dhe bjen depresion. Pas depresionit vjen deri te një shkallë që quhet edhe më e keqet deri te vrasja. Domethënë, nëse nuk trajtohet ai klient ose ai problem, ai shkon të rrit shumë më shumë. Tek ne ende është ta quajmë marrë me fjalë popullit, me shku te një psikolog. Populli jonë mendon ende që është marrë. Thot si un bone, si jam un për ta, nuk jam i smutun, ai nuk ka smundje. Çrregullim quhet. Shëndeti mendor domethënë tek klient quhet çrregullim. Çaj çrregullim mundet me u shërua, apo mundet me te kalu me ndimin e psikiatrit, pezojnë nëse është shkallën e rëndë të depresionit, me terapi, mirë po edhe me psikologun. Psikologi jep trajtime të ndryshme, edhe mban seanca të ndryshme, varësisht prej problemit që e kanë. Kështu që këto varirojnë prej individit tek individi. Vllau vllaun. Është çështje shoku shokun, mandej vrasje të ndryshme. Mandej vrasje edhe vetvrasje. Këto shkojnë kryesisht prej depresionit i cili ka kaluar në fazën matron, dikur ka qenë i lehtë, mirë po ato probleme... shku të eranon tani. Po, ato probleme palohen sikur se fletë e librit. Një problem palohet, edhe bohen sikur se 500 faqe. Do më thonë në ndërdije i kanë ato probleme. Nëse nuk i trajton ato diku shpërthejnë. Edhe shkon deri te depresioni rënd, apo çrregullimeve të ndryshme. Depresioni a shërohet, qysh menaxhohet? Depresioni, varësisht çfarë shkallë të depresionit ka. Menaxhohet, shërohet, zakonisht preferohet esja në natyrë, mandej me u marrë me ndonjë sport, me fitness apo diçka tillë, shoppingu, por këto janë vetëm një pjesë e depresionit.
Po pa ndihmën e psikologut dhe trajtimeve graduale që të klient që... Nuk mundet më të i kalu. Mundet edhe ashtu, mirë po më shpejt është nëse shkon të psikologi, sepse për këtë lami e kemi kryer edhe fakultetet e jemi të licencuar për këtë formë. E ankthi shka është? Ankthi është një frikë, një ndjenjë e humbjes vetbesimit. Ajo ndjenjë krijohet thash edhe me vite. E humb vetbesimin, klienti fillon më mbyll veti, fillojnë mendimet negative. Nuk qelesh me kërkon hiç. Fillon mos me shku në punë, mbyllesh në dhomë. Bëhet bajat gjithçka. Fillon me terapi, edhe i bëhet çdo gjë që bajati. Bajat. Kështu që ajo shkon gradualisht thellohet. Nëse ankthi nuk trajtohet me kohë, atëherë shkon deri te depresioni. Dhe gjërat më të këqija. Kështu që nuk është diçka që nëse dikush ka ankth, nuk është më arri me shku të dikush, të psikolog apo psikiatër, me u konsultu për ndonjë trajtim të lehtë, varësisht prej shkallës së ankthit apo depresionit që e ka. Domethënë nuk është më arri. E stresi a largohet? Edhe stresi largohet. A mundesh më largu më stresin? Po si jo. Stresit, se jo grunë, se gruja ma shtë stresin. Po tash këtu është e esenca. Ti dush morte unë. Dy stresa. Edhe me të pyet kush po shkakton më shumë stres? Gruaja apo fëmijët apo dikush shefin punë etj. Gjitha këto mblidhen dhe krijohet stresi. E kanë stresin mi kry që të si çaka. Tap. Nashta stresin mund me hek edhe të ngunojzin. Edhe ajo po pra, edhe ajo është një farë kënaqësie, hek dikush edhe ashtu e largon, dikush kthehet edhe në alkool, ajo është e keqe, sepse alkooli krijon varësi. Varësisht prej dikush në substanca narkotike. Tjera, po ma trona. Po ajo është shumë e keq. A vinë edhe këta se pinë alkoolin? Po, vinë edhe klientë cilët përdorin substanca narkotike, po. Domethënë vinë shumë, ju kemi ndihmu shumë nga gjitha trojtë e shqiptarisë. Po. Nga Maqedonia, nga Shqipëria. Besoni se jo, kemi shumë raste cilat me 2-3 seanca janë largu nga varësia e drograve. Mandej lojrat bigjozit, lojrat e fatit, edhe ajo krijon varësi. Kumor, aparate, ku i lojnë gjithë për shembull pasunin, brenda natës, dhe bin një farë depresioni, po prap vazhdojnë të lujnë. Dhe edhe ato i kemi largu, domethënë varësia nga bigjozi. Krijohet një varësi. Ne me seanca, me hipnoterapi, bioterapi dhe psikoterapi, ne e kemi largu ato. Kështu që në momentin që është aparatin, që e sheh aparatin, apo letrat, apo diçka tillë, automatikisht ndihet keq dhe e kthen. Kthen kryq tjetër në. Po. Largohet nga shoqëria keqe, po. As halma kumlla, as dardha, as molla. Ju gërditën pi aparatit. Krejt bash. Në për diasporë, çu shpo kaloni se edhe ne keni nis në për diasporë? Po, mirë. Shkojmë në diasporë, kemi shumë raste që na ftojnë atje, zakonisht ne kalojmë shumë mirë. Mirë po, na çka përjetojmë, sepse dhe atje ka shumë ankth, ka shumë stres në punë, ka shumë ndarje për shembull mes çifteve, edhe ato krijojnë një farë depresioni i cili. Edhe ata lypim një moment diqysh me qetëso veten, edhe ata se dohen. Po. Ajo shkon në lloj depresioni i lehtë, mandej shkon gradualisht depresioni i rritur. Po mandej janë avokat që paguhen, janë kushtet financiare që nuk i ka punë siç i ka pas dhe bën një farë i hub pesimizmi, i hub motivimi, i hub inspirimi. I hub vullneti për gjithçka bre. Po. Gjitha këto, kështu që kemi shumë raste, shkojmë atje edhe me javë, për shembull në seanca caktojmë terminin sepse ne gjithë nuk mundemi marr, varësisht. Edhe kthehemi prapë në Kosovë. Kemi raste në Shqipëri, shkojmë, kemi domethënë në Tiranë. Në diasporë zakonisht ka kryesisht ka shumë raste. Në këtë moment sot bile është zotëria Dem Kolgeci ka shkuar atje. Po se vaj na ka mungu sonte ata na pas musafir. Ne përshëndesim shumë. Edhe na përshëndesim shumë. Ajo është edhe para psikologa. Para psikolog, po. Edhe bashkë kemi pas seanca sot atje, sot për një javë ditë rresht, radhazi. E ke qenë një përfaqësues atje, një përfaqësues ka. E vërtet është. Çfarë ja keni nis bashkëpunimit, koalicionit me Ademin? Bashkëpunimin, koalicion me Ademin. A ka rastisht apo? Jo, baba im ka qenë shok me Adem Kolgecin. Baba im është marrë me këtë hipnoterapin, bioterapin dhe
ka trajtu shumë klientë ndryshëm, dhe janë taku më ademi dikun 30 vite më parë, 40 vite ndërshta. Unë si fëmi, një ademin ka në shpinë tonë, ne kemi shku të kaj edhe kemi fillu. Pas vdekjes babaj tim, ne kemi vazhdu edhe rrugtimin tonë përbashkët, sepse shkëmbej mendime. Këto mendime, zakonisht, ne, kur shkëmbej mendime, e kemi ma të letë, se kryesisht kur merremi me klient, ne marrim energjinë e tyre, do më thonë problemet e tyre ngarkohen, dhe na duhet diku mu shkarku. Është një farë trekonshi quhet. Unë, Adem Kolgeci dhe Dafina atje, e krijojmë një farë trekonshi, cilët shqyrtojmë edhe bisedojmë rreth probleme si me të i kalu ky klient këtë problem. Dhe e largojmë këtë pjesë. Kështu që me Adem Kolgecin kryesisht jemi të pandashëm. Dhe po ka shumë efekt trajtimi që përbojmë na, sepse hipnoterapia ndikon direkt në kokën, po direkt. Ka raste që i kanë lënë edhe terapit, që kanë marrë te psikiatra, 12 terapia kemi shumë raste. 12 terapia i ka pas, ka fillu i ka lënë 6 konsult me psikiatra, kuptohet. Mirë po edhe me teknik, kur ka ardhur me trajtime, me seanca. Do më thonë, kjo është një farë suksesi që ne mburimi. Kemi shumë raste që kemi shpëtu edhe jetë. Po, shumë raste, shumë. Kemi një rast për shembull në Holandë, ka dash me varë veten në park, më ka thirrë mu, thot i fundit tjetër që po të thras, kom bisedu, gradualisht sot është gjallë. Rasti tjetër ka qenë Suedi, ku ka dash me këty nga 6 i kat, janë dije, armat e ndihmës shpejt, kemi bisedu, më ka thirrë mu në telefon, domethënë ne krijojmë një vetbesim te klient. Ata e marrin një besim tek ne. Kështu që ne kemi raportet, momenti që thrasin, ne dim që çfarë gjendje është, bisedojmë me ta, vinë në trajtime, në seanca, dhe sot jam perfekt mirë. Kemi shumë raste, që tash s'po i përmendi. Ka shumë raste. A kina i farë që si metode për me zgjedh presidentin mos me shku në zgjedhje heqna? Po kemi metoda. Se e ka lodh këtë popull bashkë. A pe të iluzioni, apo na demonstron edhe diçka? Unë demonstroj prap është me shpat, është e vrarësht. Është e vrarësht. Me letedim publiki që është shumë e vrasht, ndalohet për fëmijë të vegjël ndër moshën 18 vjeçare më po. Unë dëshirë sfata këto me tregu, mirë po më pyete, pasi jem te, unë e zhvillova me dëshirë që ne kryesisht frigat i mujnë me frikën duhet me mujt. Po. Dhe ne e mujnë frikën. Unë e kam me veti prap një shpat, e cila është shumë e madhe, është shumë e madhe se kja. Shkënderbeu. Dhe krasimi kjo me këta është bukur i madh. Apo në kësi forme. Do më thonë shumë është më i madh. Mirë po me përdor këtë shpat, mu më duhet mu qunë komë. A ne? Qunë komë? A mirë kështu? Mos po mendon që futet në branda, Baca Sali. Ha? Mos mendon që futet branda diçka. E që ta këshirë? A, tash unë tregoj. Edhe ju demonstroj, qatë është liru. A shliru qëtë? Ama tregoj. Ama i tramesh për të djallë. I gitar. A qërja kona i se që... Qërë, mos ka ndo një pulsë, kryesisht nuk besojnë. Jo, Jo, largo krejt, qashtu largo, edhe ta që mëntohë? E që mëntohë, Jo, ama ta që mëntohë. Hajde, që po përrejna. E bash. Po. Edhe këtë pjesën këtu. Që ne e tregojmë që s'ka diçka që futet branda. Kushan? A, unë. Po. Kështu që nuk ka ndo një pull. Jo. Hajde e montojna. E montojna, tash vjen kjo pjesa tjetër. Bishte. Po. Që kja që shto. 13 që s'ma për unë i beka. 13 që se pas. Se për unë i hajtë me dorë, pi graj. Graj me dorë. Qashtu. Tash me qëton, a do të mu qunë kom? Unë më duhet mu qunë kom, sepse ullën nuk moj. E unë a do të mu qunë kom? Jo, s'ki nevoj të vetëm... Ani, napi përshëndetum, edhe ata që shikust, edhe me këto e mbyllëm emisioni. Në regull, edhe unë i përshëndet gjithë shikust, shpresoj që ju kemi dhonë diçka në njohuri rreth depresionit të ankrit, mirë po ju lusë fëmijët, nëse shojnë këto mos të përdolin në përshpia se është shumë e rrezikshme. Na, i përshëndetum i lirë. Famderit shumë që anë e orë me në nderuam në respektu. Shumë famderit edhe nga jo. Shikus të nderuar mirë mbe që shimi javën e ashme. E shikojmë i lirë Idrizin tash në kom që ka me ka. Ferizin më Idrizin, që ka më ka tek? Nuk e di, diçka të kumbo. A, përshe, s'pe një vetën mirë. Qevish ta qëtë në dëzen? E qita në dëzen, vetëm. Si në pandemi, po ma kujtën ku bashëm kësi. Bash. Mu më duhet mu qu, unë gjithë shikus prapi përshëndeti dhe shpresoj që kënë kalu mirë sa do pak kanë marrë në një njëri. Gjithashtu dhe dhonë. Hajde. Oke.